Edhe një telefonat e humbur, unë do ta marr telefonatën, por ju pres edhe ju tjerë të telefonanin e plus 383 481 509 E kam edhe telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mi mbrëma, mirë se na erdhe Isak. Përshëndetje nderuame edhe pa harrume. Po si je Isak, si kaluve sot? O vallohi, mirë, ju keq. Në këtë mbrëmje me ju, halo ma mirë. Faleminderit shumë Isak, qofsh mirë gjithmonë. Bashkë sholla e nderuame. Respekt pa fund. Po qa ka të reja ne për juve qa i keni hallet a dertë ta? Allah e si në Kosovë. Si në Kosovë, ku ka ma mirë se në Kosovë? Allah në Shqipni është mirë. Që shkaluve Isak atë ditë? Allah e për zemra malë mu ka po. Inshallah gjithmonë zemra malë të bëhet, po tjera herë kur shkojsh inshallah shkon veç për qef e ju për protesta. Inshallah. Allah e brenderume. Falë, si kalut? Mirë? Po vallo, mirë, krejt dyja ja ka. Vetë vërtet ka qenë një protestë madhështore. Respekt për gjithë ata që kanë marrë pjesë. Allah e bre, në ditë lumë Ramazan e këmë bo. As ke hongër, as ke pija. Allah e bre, me ndi që e këmë ble një ujë që të vugën 30 centa, si sa unë. Nuk e po shumë të me hi me hongër bugë dikun për kalabloke. Asë më të në unë s'ka në mujtë me hongër, asë rrugës ka e mi këthy, autobuset e ke 30 minuta për shemë. Në shkëshin 10 autobusa para neve, kur shkëshin më këshin zonë restoranin. Lëgërit një kërë që më hinje ku morë, me hongër, kur duhen anë me bu pagesen, një 200 vetë në para me e këmë këty keksin e këmë lënkë ku morë, edhe morë për shpije pastisën, duhet përveç uj. Ma mërmenja nuk je unë tu pe knatësis kër i ke po të gjithë ata vlezër edhe motra shqiptar në përkrahje të shlirimtarëve tanë. Pa ta nuk fjollin që edhe një jo me pas zotë kisha ne që kjo. Klumt, e dita. Edhe një jo me pa ne që ty, as isha më tu, as isha liu. Shumë e vërtet është. Kemi kalu mirë, a ku qetë, na kanë falenderit për aty, na kanë prit mirë, na i kanë gjellë të rrugë, se u duke me e s'ka unë bukur largë, e ndonë policia i kanë ollë kjerët, na kanë onë gjdo sa, na kanë onë përparësi, na kanë deru qysh ma mirë. Ju lumt. Inshallah sa ma shpejt edhe shlirimtarë tanë vinë dhe lirohen të vinë të familja, të populli Kosovës, me të vërtet këto në këtë protest gjithë popullore të organizuar përkësh nga qeveria në Tiranë, u po edhe përkrahja dhe mbështetja e çlirimtarëve që ka populli shqiptar anë mban ku jeton. Se ka pasë Isak prej të gjitha viseve shqiptare ku jetojnë shqiptarët në atë protest. Shumë e vërtet për tjetë që mund ka pak më rejnë konve. Po? Ga bua vashkuve me uniform. E ta është të dushë njerëz me qitë që thyrë, këtë njerëz që kanë thonë saftë porë. Lëpsë njerëz me uniforma. Atë normalu duke me nej, si ushtarë që shrijet. A shumë vallohi së në rri. Po duke me nej një ure gjysë, shukur nuk mësa kur shka qatë natë që rrë palut. Vallohi po. Po i thëmë të shumë vallohi në di që të me nej atje, po nuk muj me nej. Nuk muj me nej. Po i pas ke tishat, i kom, vas po mu më së musni se nuk muj. Ma shkur të drëmë. Kuha, mosha e bat vete në Isak normal, gjithë gjën shkan me mosh normal. O pasha zotën ju që se, unë kër ju më shku atje, edhe që aty a duhet me bunga, edhe që ata argat mes me lënë gjysh me dole aty po e disha vetën. Po koptaj, normal. E ju thash më së musni, se nuk jom metë për me dole atje mo.
Ka mjaftu Isak prezenca jute që ke qenë ato, të lumt, respekt pa fond, aja ka mjaftu. Faleminderit të nderuar, si po na nderon më shumë se thua merituin. Ti ke dhënë atë kontributin tanë për shërimtar tanë dhe të lumt, shka me thate të shka, respekt për ty familjarisht. Valloj, kom po se më që ju në breso që nuk bonhet, kur i kom po vllaznin e mosat e minja, qa që në kont e më që në unë, ka thërë që në binë ata atje, njerës kanë kojt ka, në tuf njerëzve. Kanë kojt. Se në ata vish me vëgërit, gjde kush prej dhjeti, asë një zgabuim. E unë ata njerëz e shisha që i koshin, ata i kanë vëgërit që ku me post vllazninja, prenda, s'pa di qysh mosh të familjes. Të familjes. Dhe respekt për gjithë ata, se me të vërtetë nuk është e lehtë të mohen pa drejtësisht, pa pikë foj, dhe kur dihet kontributi i tyre prej ditëve të para, kur pa konë heq lufta, po pej 90, ku me dit 92 stresës, kur veç ja ka nisë më organizu edhe me vepru, në vende caktune, në kohë caktune, edhe sëtë ta nashkaluhen, të shahen, të fyhen, me të vërtet është e ranë, por le tjetë ndërgjegjen e gjithë atyre që me të vërtet thujnë, fulin, flasin, bojnë, zijetër, ato u dak për krahja e shlirimtarëve tanë. Ato u dak për krahjen që e kanë nga populli i gjitha trujeve shqiptare. Ko si furë sa plëtë e nderume bre. Ka valohe, ka, e ma mirë mos poshtë. Ata që janë veç shifurë, sa ma mirë mos me ka heqa Isak. Pasha zutën të këmë të regua ma heret. Po ka njëherë dhe sa nësën për boj. Shkujnë mi qiesin. Shka pa dini kështë i qëtë i qiesin fëtët aty të hashrimit e të albinit. Cili ka kontribu ma shumë. Unë për thëmë që s'pivjem më orë me bukit pytje. Kurse kofshën me vetë, apo një bebë me vetë, ta je përgjigjen. Mas më dhëgërit për Leonin me maqërë. E vërtet, po qa me boj sak, gjithë kush e jep mendimin e vetë, gjithë kush full, qka den, e qa me boj, shqyqyr që nuk jena krejt njohajt se na këllëshu tuka. Jo, qashtu. Isak, nëse nuk i me shtu diqka unë të falenderoj shumë. Ty të rritë nera që ma loa mundësin, mu inkuadru. E kështu që respekt për ju, familjen e juj, për gjithë në të gjuhës e telefonus. Gjithashtu edhe nga ona ime, Isak të falenderoj nga zemra, respekt për ty familjarisht, natën e mirë, gjithë mirat e dëgjuhëm në emisionet tona të radhës. Një përshëndetje veçantë shkon për poetën e mu dhe për Vlora Goshin. Faleminderit Isak, natën e mirë gjithë mirat. Hajde natën e mirë, faleminderit. Gjithashtu të. Pra të dashur dëgjues se kishëm edhe Isak Kastratin, ku falenderojna, pra e kam tashmo edhe një telefonat. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe Agim. Përshëndetje e nderuara Lule Shaboni për ju, stafin dhe gjithë dëgjuesit. Mirë se na erdhe. Po si je Agim, si kaluve këtu ditë? Po vallai mirë jam, mirë po kaloj, po shkaponi ka njëherë në mes nefshte. Po thua? Pasha Allah Lule, drejt ka thuni po shkuj po nduket ka herë. Ku për njëre. Agim a keni që thujnë ka njëherë ma mire mu bo edhe qarë edhe shërdhan. As mës me ni e as mës me pa. Jo bre Lule se që ta njerëz disa na kanë rrit neve, disa na pi rritmi me ndryshu njëri mrena ditës, s'po hima një në heqë. Mos vetë. Ma mirë, orna. A qelëm për edhe na një parti që këstat, që të edhe mës pa dim me rajt na. Me qelë një parti? Po. Pasha zotën ja, valla me thonë, ki me marë pare me thes, dhe për të unan që ta thmi kur njët,
nuk kisha qelë parti, as nuk kisha merë me politik, as isha bo politikaj. Kur, najnë, harru. Bravo, bravo. Për zotën nuk ja vlen. Ma mirë buke kryp, e rahat, se pore me thes, i shan, i fyn, me kry, olt nuk ki ftyr, me dalas në derë bre. Sa njerit shan, sa njerit provokan, sa njerit full zi e terë. Po veç njeri do të mi pas, do të më konë, nuk po tham ftyra se ka dhe politikaj që janë të mirë, po pa më pasysh a je mirë, a i keq, për tonë kur nuk mund me konë agemi mirë. Kur? Heq, pa të hava, kështu që mas mirë të rahat, ma mirë me këqyr njeri me gjetë një punë, me punu, me njerës tane, me hangër njerësën tane, edhe në kësha me mshel derën, ose me lanë kra derën qelë, edhe me flajt datë. Wallahi po lule veç beso që ka momente njeri një lajmenin ta hup renin e ditës e të mbromje se në qysh pak nashësi shamenja s'ta merë, po s'po të ki kështu kur gjo me emën se e di që edhe radio se ke përdor kur në drejtim veç është për keqardhja. Agim, kalzona drejt, a nive rrohen kur fuli? Disa po, disa jo, se ish në ekran dishka interesant, janë ola zonin, jo krejt. Rroha tha, dreni cakti tutën grave, edhe tha lule, tha, kusht ful, ta shëtutje, kusht telefonan, tha, i vetë a ju tutën grave, pra e kina si tem. Qa ta mërmenja a ju tutën shqiptarët grave, apo nga respekti ka njëherë jalë shujnë udhën? Lule po mënona, shpejt pa u kujtu heq typen e pasani. Unë me ndaj, një gru që se bën burrin për veti, mos kost gru. Një burr që se bën gruen për veti, ata jetë gjatësi nuk kanë. Bashkë. Tash ndryshe bisedohet ku o veni, ndryshe shfaqet njeri ka herë në do momente të caktume para familjes ose para prindve ose këto janë sene që i kanë kalu i pori e mrami. Po du më ta bo një pyetje Agim. Qysh bohet një gru për veti, si pas mendim me qenë se nuk po thamë qysh bohet një burë, se unë jam vetë femen muj me të adhon përgjigjen. Por du me të pyet ty, qysh bohet një gru për veti, mas i theti që nuk është për veti, që nuk e ba për veti ti the. Po, dy anë shumë është, unë thash. Qyre, po, një gru... Po një moshkull, qka dohet me bo për me bo një gru për veti, hajde, na kalza pak pika shkurta. Po e njëjta është i lule për dy gjenit. Tash një burë që se dënë qatë gru që e ka vendos me që jetë për ta, që se do si sot, si mas 10 vjetë, si mas 20 vjetë, ma mirë mas ko. Do me thonë. Fjolla o fjollë. Nuk është e thonja, sot po du njësre po të rehi. Ka luaj e ko. Unë për veti e kam ndjenjen taman, kështu qysh do të gjosë më ka fali kur, e falenderoj Zotin edhe fatin e jetës, me që ato që i kam jam i lumtur, i knasht. Unë gjithmonë këmë thonë, një burë që i drejtohet gruas, edhe jashon babën, jashon nonën, qysh është mesin tunë, bile u kom ma herët trend kjo. Qka lyp nesër me shkumja po qatë babë, qatë nonë, qasoj gruhe, a gruja jote për t'i këshyrë sukur me pas prind biologjik. Lule. Kësajte jam, veç për të ngaj. Kalajo me fol drejt, po unë që shtëm nuk besoj mo që ka. Se ka njerë edhe kur jenë në familje të bisedu, shkreton njëri dishka ose gabon, hon për në i pazor, hon dishka, kur gabon. Po kur e kije familje më përmbetit, ta zbutat, humbjat, dhimbjat, mërzijat, nervozat, e le mo mi kushtu një shoqit një jetë. Sa ne ka dhonë Zoti.
Jo, qashtu pajtu na plotësisht se kur të bjen punën një femën me jasha nanën edhe me jasha familjen, ose edhe me ngrit dorë ose dhunë me ushtru ndaj një femën, me të vërtet atë mos po jetë sen, por përpara besa edhe i kam bo këtu gjona, por femna ka pas ma shumë marrë, besa ka pas edhe tut, pej familjes, edhe mos me prish as familjen e vetë, as familjen e burrit, e kanë gjetë prap një mirë kuptim dhe jeta ka vazhdu, po e tash ju, pasha zote tash nuk doran, veç mja ly pak, me zot nalt, me tha gru, quqit maj kafe, dhe qupi e vetë, ta piv dreqin bark, edhe ti pësqyët mja qitet. Kështu do të mja elmu kimen që thujnë ka të shkan. Me ditë me shëju këtë jetë, sot janë tëna, se do gjona që si kemi pas kohër, sot ne ka dhonë mundësijën zoti, fal liris numër ne, tëna këtë tjerat, tash, po ku ko në butë që bujnë se po gratë, sukur të nanë Kosovë. Ashtë e vërtet? Vallahi, nuk e di, nashta më përmbut, nuk po tham veç për zoten, bojnë se fa. Sidomos që tash, se nana të una kanë hik shumë. Edhe gjyshet të una, besa edhe na kur i na konë si thmi, si femna po menaj, kina hik me se na u ka dasht. Po edhe moshkujt, nuk po tham, ama tash. Tash për tash, femnat Kosovë mduket për në Ballkan, tham, haptas edhe me plot kuptimin e fjallës që janë ma femnat që bojnë se fa. Kushtet i kanë, si në shpe, si nëse punojnë, kush nuk ja u prish, 99% janë veç me qatë burë të vetin edhe me thmit vetë, kush për çka kanë aty u diçka, boshqe jo, pull jo, lup jo, ara jo, kurgjë jo, me gatu, kuj ka me gatu, dy goja, 3 goja, nuk e di, veç i ka që u mira pesh, që me të vërtet që po ndodhen rastet e apo vajnë prezren, e që përthes disa herë grun, po është edhe vajzën e mitur që me të vërtet është për keqardhe, po i ka që zoti pesh, e sidomos gjinin femrore, haj ma za ma keq, veç inshallah zoti ja vrun met. Po edhe aty po thonë, mirë ajo gru e tina që e ka provu zoti e ka qitë në të vend. Sa i kish historia edhe ma herët keq e ma keq, po tash ka dhe gru vjen të zendiren ta qëtë zoti që valoj qëtë fore, po. Këtu vish ndorja e krynë, të keqen edhe u krynë. Shumë e vërtet është, do të falenderoj shumë për bashkëbiseden, a do të na këndosh ndonjë këngë apo jo? A e kam Abedinin ato? Abedinin... Që dërë të? Abedin, a i kësajde në komente Abedin? 100% Abedin i kësajde ke deri tash? Po lullë, gjithmonë vi me shumë knasësi, po më prish pak disponimi, po që me lullën kur bisedajsh, s'mon me konë në vazë. Po thua? Vallohi, po. Të falenderoj shumë, Agim, respekt pa fund. Lullë, në qitë kohën e fundit ja ke njësë 9-13, 9-15, me thonë drejten, une si të bëhët ora 22 i binë gjëmë. Edhe po quen ata në sa pa prites, po pushon trupi, se për kur gjë tjetër, edhe sa të hinë që të radio dhije që jo, vishë të respektoj, po maksimum. Shumë falimderit, Agim, për këtë fjallë, me të vërtetë, unë kur po kam shumë punë edhe mbrëmje, jo po vjet dikosh, jo qështu, për zotën, po detyruna vetëm për mos me lanë pa emision, pa mos me lanë dëgjus pa programet natës, pa emisionet e una në munges të një moderatore apo moderatore, po mdohet ma mirë me hi vanë se heq krejt milion, kështu që më bo, kur po jam e lirë, edhe pse derin 5 për natë punaj, kur po vi jo buka, jo mramja, po ja dalë edhe ka hora 8, se çdo herë po hi, por shpresoj se dhe të shkojmë kështu për jurës 8 se çdo herë, po naj herë, naj natë, që me të vërtet, unë të di që jam kry familjare edhe kështu që
po detyrohem, edhe ndoshta mos mi majt heq, po edhe mi majt pak me vonesë, qa me bo? Ja, unë për ty ato s'tham ti, që shiki punë të tu, unë të regova orarin tem. Edhe ta shkryta ma ere, thash Lula i ke bo drut, thash edhe i ke bo posternën. Kur ke kesh ma herët, halep pa fillu telefonatat, thash mëse mër dallash, kjo është pak edhe njërë, ta mund qësh dohet, drut të nuk të shkojnë atje, sa mu knena. Valla e posternën e kona krejt dhe Lule. Agim, do përpiqem të marr edhe Abedinin edhe të një shkujna, të shoh çfarë po na thet edhe vendasi. Shpresoj të kam në lindje, po e kam edhe Abedinin. Përshëndetje vendas, mirë se erdhe. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Përshëndetje Abedin vlla. Përshëndetje dhe për ty vlla, mirë se u gjeta. A je mirë familjen vetë? Mirë ka dash zoti, po jo? Mirë. Shqyra zot që jeni mirë. O, shqyqër bafsh, edhe ti u gëzash gjithmonë. Vendas, Po, i kum po dokumente ka gjatë nëzojta ju kom. qëre, une Po? këtë shkruj së më një kërkosha, këtë flasët dhe pos kujdes. Kuku. Se haloja me kallë për zotën që shtu peshty. Abedin, i ti i Drenicës. Me rrojë e gërrojnë. A pajtuhesh me fjallë të rrohes? Jo, Ju, a? jo. Pse bre? Pasha zote, qëre, on shkesh me full. Pa? Unë jam një njeri kështu i qetë, në jetë reale pak më ke po, nuk e di sa ke mujtë më ledzo. E lap masha lakmi, po but fëllshe po qejtë, asë nërvëzojsh asan, bravo të ku. Ama nuk e bëj punën as më motu të sfer dikush, e as mjetu dikujna. Ama kur dje puna mjetu dikujna, dje si kërset. Të se një tem nuk e di që ka më tut. Dej së dje. S'po fullihet. Ma mirë se në unë jam s'po tam vet- kërgjë. Vet jam Drenic, edhe grune kam Drenicake. Që 15 vjet i kum kalu martes, a besën zët, si tha Agim Majet, kur një jetë as shasen nuk më kanë dërët. Respekt për juve. Se edhe ma pora e pranoj një ndarje, si kur me shon nënë ose me shon familje. Bravo. Unë thash ma Se me- heret që me të vërtetë as gruja nuk dohet me punën, po nuk o njëri që nështë ndonjëherë nuk gaban. Edhe krejt njerëzim, po të pakten njëri dohet mu përmbajt edhe mashkullin ndoshta në ndonjë situatë mu përmbajt edhe mos marrë deri te sharja apo ofendimi i bashkëshortës, se me të vërtetë nuk është e mirë për asnjënin, e sidomos një femën të shahet apo edhe t'i bihet, me të vërtetë është e rëndë. Lule, Orna, Abedini një edhe mu e një edhe bashkëshortën time. me respekt. E kuptoj? për juve. Po, E kuptove? po, shumë mirë. Fol Abedin. Vallaj, unë me sa e kum po, unë për vejtë e kum po të dytë kur kem nejt, veç ishin sikur më konë, shtë që me unë i famnyre dytë shu, në ushtë. Edhe, Po gjithmonë atje njeri- kanë thonë, po nëse nuk e ki edhe shoqe, edhe gru, me të vërtetë ose edhe burr, edhe shok, nuk shkon edhe aq mirë, po kur njeri kur e fiton besimin, atëherë e shpreh edhe dashurinë, edhe respektin, edhe tana.
njeri në lexon për pak minuta. Nuk më në njeh për krejt. Vesh mu më ka ndodhur në disa raste kom një fjallë trauma, pasha zotë nësë kësha mujt me nejt me atë grunë. Vallahi. Janë do që lypin myt, po të kallëzoj drejt. Pasha zotën, me tha burrit, shamull një gru, me tha burrit para musafirit, qka kanë privat, po dhe nuk kom ditë korë njët. Vesh nuk më kanë ndodhur një herë, nësha 2-3 herë, kom një njëtin rast, esë mërë që qani natës, ose veç qënë të kom nejtë, se ty be kush s'kesh nejtë. Ka. Që të më pas ndodhë, që të që bej po të baj njët në zëtë, me ditë që korë nuk martojna, unë përvejtim që atë grusë shënejtë. Të kuptaj, por unë... Një qefë që në ka një respekt në njoni për tjetrin. Dhe nuk e njën vetë të lirë njoni për tjetrit me full, pa më pra asysh ku ashtë. O dhe që rrinë si në stres, më për vetë nuk e konsiderej se o qefti dorë. Nuk e di a ke lexuar me den para 2 dite, po më duket, ose dje, nuk po më kujtohet ose par dje. Që 2 ditë jam me sigurt 100%, po nuk po më kujtohet a dje. E lexuam në Prishtinë, kish rrej gruaja burrin, e kish bë për spital, plus e kish denoncuar dhe kish kërku ndihmë nga organet e shtetit. Edhe me të drejtën u befasova një burr, një gru me ushtru ashtë shumë dhunë që u detyrua i shkrejtë me shku në spital me kërku ndihmë mjekësore pe gruje. Unë me pa dy durët me kanë burë bre, se ka idejet e më që gruja me të bo për spital, pe vallahu e zdi. Nuk e di s'po fullet. Pa ka bon të pas kalipaj. Pa ka bon të kalipaj po. Pasha zotën qështo. Edhe 3-4 herë kom lexuar dhe njëherë i shko veç titlet, tani i na krejt e lexuva. Unë u befasova, tha grune morën në borg, tha edhe burën tha në spital, edhe morën në organet mbrojtëse pe i dhunës familjen nga gruja, unë u befasova. Zdi, vazhdojna se të ne bëhet vanë për agimin, se agimi këto na kenon një kong, agim. Po, Hajde agim këtja. po, me shumë knasi. Atëherë shkojmë. Konga veci dhe jetam, por me në dime pa ku të letam, morri voje zemra me plosi, o sas me nemo beqin goshe. Konga eci dhe pa tjetër, konga arte, konga beqes, dhe flutëroj si zot pranë vere. O, nuk da të ndalet vas njëre. Tu i kalune per mleqan, ma thumen ja pak mund dal, merdi o per zoni tije. O, mu duk gjallë jam, tu jeni kur jani dhe qiftelin, tu i keni dukak për triminim, dhe me rene 3 madhi po i një.
O gjaksin I gure dhe mbidhem O per kongisht e bilbil Per atë dhe di gjej kanë dil Por se konga si mi jaftojem O gjaksi ti bro Shem gufojem Nuk duroj zemra e kongëtarit Se lati qetë gjaku e shqiptarit Nuk I shka hyri shkap në rëthaje O kështu bili u bashkë po njem Konga veci dhe pas vdekjes Për dasmor që patë rreth vetes Zoni ombel, zoni beqes O dadje hojo per jetës Klumt. Faleminderit shumë Agim, respekt pa fund. O edhe për ju e faleminderit edhe ju uroj shëndetet gjithat mira Inshallah ata burra atje na kthehen sa më shpejt Ku e kanë folin e vetë Amen, me emër Zotit qorës ka pa u kry kjo punë Zemrat njoft, Agim Berisha. O bashk vëlla bashk Se pak me knu dikujnë vesh ka gjash emocionuse Wallahi, bëll mjet ka dal, edhe e ke knu një kong për një njeri shumë të madh, për një dëshmor, se kur u vrau beqa, o kon si kur më vrau 2 vetë, Kosovës. Një qytetar I mirë, edhe një rapsat. Sa 20. I pas dhe vendsoshëm. E di që e ki qef për otër tanë të atë nëva. Se e morëm kur shumë, a bedin, tjera herë kur hinë me në ranë edhe vazhdojmë sa të dani. Për mu, veç më sti morën lullës ko se kanë qef edhe tjertë më folë. Shumë faleminderit, një ato rejtë. Ju dua pa shibla, po me zemër, inshallah gjithmonë nim për një tjetrin, edhe ndëgjohemi mrena mundësive. Shumë faleminderit Agim, natën e mirë, gjithë mirat e respekt pa fund nga ona ime. Faleminderit shumë. Gjithashtu lule, respekt edhe nga ona ime, natën e mirë. Natën e mirë, gjithë mirat. Vendas mikrofoni për ju. Unë fula për bëllë. Pa fuli, pani, tashti edhe ti me një kam. Vallahi, qëre. Unë e kam I problem tash me kënu. Ha, vana. Se kënëja roha, kënëja Agimi, e me kënu unë e aprishit dëve. Ja, bre qfar ti se prish po veqa e hidis. Allahi, unë me pravu pua. Pasha zote nuk e prishve që të betuna që del kanga jote që unë e pingaj, se pi qetë roha edhe në YouTube tash veç me të vërtet po dalin fantazi, respekt pa fund, edhe të falenderoj nga zemra për kontributin që je për dëgjusit e Radio Zerit Lirë. Edhe me I kong du mi përshëndet krejt dëgjusit, se mi dallu me emna po më gjekes valloj, po një respekt dhe një përshëndetje të veçantë I kam për gjithë, por e përshëndes edhe kujshin të em Vilsurin, se si do herë më përshëndet me emën. Edhe besoj se kam një respekt juve që e kam kujshi, po edhe
e meriton respektin maksimal, se është një familjar, është i një familjes të mirë, është kujshi i mirë, një person që thujmë na pashybla. I bashkan gjitëm edhe në përshëndetjes, e përshëndes edhe në Vilsonin familjarisht, respekt pa fond, me të vërtet jam krenare që ju kam në emisionet tona dhe ju falenderoj nga zemra si ty, si Vilsonin, si gjithë këta dëgjues mrekullueshëm që janë. A dhe shkojnë me një kam. Po thet Roha Abedin, ti qërshia mbi turët e je. A qërshia mbi turët, a turët mbi qërshi? Jo qërshia mbi turët, se turëta mbi qërshia. Ato muj me konone. Shkojmë vendas. A dhe shkojnë. E Pjedrenica duka gjini, pyn zdo zemër e zdo të rimi. E pyet Shqiponja fluturin, lame gollak edhe në boletine, kanë po e pysin për dy të rima, si pishek qej dhe do qetina, dy djemë të forëze me shqiptari, si kur Hamze Adem Jashari, o Adem Jashari. Në shqiptari krejt, anë ban, jo ma të mirë dy shok si gjanem. I beqir gashin e muj krasniqin, kjo kosor kështu vetiriti, si për konge me qiteli, si për pusht edhe për trimini, rritne odat e Kosovës, si birbina tuja thoj Kongres, o tuja thoj Kongres. I deri tasho shkallajzi, o kamroj kongi me qitelie. E sa herët kam vrane kong, a qenë pushkun kam edhe dhane, kështu tha trimi beqir se pa, për Kosovë jo thumë dhim vet jeta, se me zemër i kam kënue, e për të kam me luftu, o kam me luftu. Faleminderit shumë vendas, respekt pa fund. Lumt goja këna gjithmonë. Faleminderit edhe për juve, respekt për ty, për dëgjuest. Mos ju morrëm kohë më shumë, t'ja lëm rollën dëgjuesve tjerë. Veç një dy fjalë kisha mja thonë sa të mëne, mos o tëtë një pigrave, por as mos i tutën gratë juve. Veç runëse, fehani nej pa fuqe. Të lude. Ona. One në shumë raste, gratë i lën ma burra si burrat. Edhe a di pse? Fal. Një burr më dopi gruje, ose mi vdek gruja, hala pa i bo 2 muja, 1 muje, këtyr më marto.
A është e vërtet? Shumë e vërtet se jo pak, po shumë. Që Nuk ka shumë lidhje burrit, nuk i intereson fort qysh njihen fëmija. Me pru një gru tjetër me zëvendësu nënën të shtëpia. A një gru, nuk po tham për gjitha, po tham për një numër shumë të madh, ka ndodhur ka vdek burri ose janë do. Sot e atë ditë i kanë bo me vite, i kanë rritë fëmijën e krejt, pa u martu, edhe pa i largu fëmijën për venit ku kanë lind, ku i kanë lind edhe baba e tyre. E për që ta, po tham, në shumicën e rasteve i kom lënë ma burra si burrat. pajtohem plotësisht pajtohem, nuk kam fjallë me shtu, me qenë se kam edhe emocione, por me të vërtet, ka gra, ka pas gra, dhe do të ketë gra apo nëna shqiptare që me të vërtet e sakrifikojnë krejt jetën për me i rrit fëmijët, me i eduku, me i shkollu, me i martu, dhe kështu që ju ndoshta vetëm mas i kanë linë, por këjna shumë raste që edhe 7 zona kanë qenë edhe e kanë ruqat fëmij, e kanë rrit, e kanë shkollu dhe krejt, me të vërtet pajtohem plotësisht abedin. Edhe shumë burra ka që i kanë ka 2 gra. Pasha zotin 2 oficial e bëvaki 7-8 më zezën, po nesë. Ama halo nuk e po si gru që i ka 2 burra. Jo, të na nuk kom pa, në shqiptari nuk e kom pa derisa këta që ka ndodhë. Ka ndodhë raste, ka vdek për shembull pa fëmijë, apo diçka ka ndodhë, ka mujt më martu dhe martohen, është gjë normale, nuk tham që as nuk dohet, se sot dohet me këqyr gjithkush jetën e vetë, se vor një kohë apo një vakt që thojnë ke gjuhën e popullit shumë i rëndë, sidomos për pleqni vor një kohë shumë e vështirë, por derisa nuk kam pa, ka pas edhe përpara, ka edhe tash që kanë pas plot 2 gra që kanë pas, po, është e vërtet. 2 gra po, a një gru 2 burra ja? Ja, jo, kur. As nuk besoj që të mund të ndodhë, ja, s'besoj të na shqiptar që mund të ndodhë. E pa përshë se... Bohen kesh burrat për sharat. A përshë se... Po dhe gjona janë. O shtinë me ke shtjekë të zëtë ty. Se pasha zëtë mi pas 2 burra kanë më prej sakica ta. Nga? Kur s'kan pas një qift fëmijë shembull, adin? Po. Edhe konfoj të gruja me një herë ka këqyri ka morë, e ka mojt dyjat, ose e ka shuat onë që s'ka posmi. Po. A kërë konfoj të burri? Ndash me nejt re, më të tatë që ko është rruga. Se kanë morë asoj burri, më dhe shqyri. Pse dy arta ka s'kom po kur as më s'pofsha. Se do të më ndryshu pak temen për shta me po pak me i dore. Abedin të falenderoj nga zemra, respekt pa fon, të roj gjithë mirat e botës për ty familjarisht, dhe gjë mira për tjera. Respekt pa fon. Natën e mirë, respekt ty. Abedin, ka me keshi 2-3 dit, respekt. Natën e mirë. Hajde, natën e mirë. Natën e mirë. Fratë të dashër të gjusë kishëm edhe vendasin Abedin Berisha Drenica, me të vërtet me bonit të qeshëm, edhe pse me emocionaj, por e po edhe kë. Unë edhe njëherë ju përshëndes të gjithë emër për emër, ju falenderoj, respekt për të gjithë, është kënaqësia imja të kem ta dëgjues të mrekullueshëm, dëgjues familjar,
dëgjues që i kuptojnë edhe hajgaret, dëgjues që kënaqëm, respekt për të gjithë. Unë do shkoj me një pauzë vogël, veç 11:10, me një pikë muzikore dhe do kthehem dhe i mirëpres edhe telefonatat e radha, koha ka shku veç 22 këto në studion time është ora. Jemi që 2 orë bashkë, por dhe vazhdojna, kështu që shkoj me këtë pikë muzikore. Kuj përshëndes të gjithë të pranishmi që janë në live stream e posaçërisht i përshëndes çlirimtarët tanë që i kemi çdo natë në emisionin.